Gjithashtu një nga pyetjet e rëndësishme është se çfarë shkakton dënimin e Zotit ndaj një individi ose ndaj një populli. Përgjigjja është se kur padrejtësia shkaktohet nga disa individ ose nga një popull, atëherë një nga shkaqet kryesore të dënimit qëndron padrejtësia. Prandaj ne në jetën tonë si individ ose si popull në përgjithësi të kemi kujdes të jemi njerëz të drejtë, mos t'ia marrim të drejtën dikujt tjetër. Liderët të cilët janë përgjegjës për popujt e tyre duhet që ta kenë kujdes që të jenë të drejtë me masën. Në fen tonë gjithashtu është diçka shumë interesante se i Madhi Zot nuk ndërshkon një popull thjesht vetëm në bazë të besimit, por ndërshkon një popull kur ai popull është i padrejtë. Mund të ketë raste kur një popull i cili thot që unë besoj në Zot, por bën padrejtësi që Zoti t'i dërgojnë dënimin këtij popullit. Por në ditën e gjykimit ndoshta ata mund të jenë prej banorëve të xhenetit. Dhe mund të jetë e kundërta, që një popull i cili nuk beson ashtu siç duhet të Madhin Zot, por e ka drejtësinë, e ka një parim kryesor në jetën e tyre, atëherë mundet që i Madhi Zot mos t'i ndërshkoj këto njerëz ose këtë popull. Megjithëse kjo nuk është standardi është që një popull fetar, një popull besimtar që e beson Zotin dhe bën punë të mira, e ka gjithashtu lidhjen me drejtsinë, por mundet me kenë në disa raste edhe e kundërta. Prandaj, elementi kryesor për Zotin që mos t'i dënojnë individat ose mos t'i dënojnë një shoqëri ose një kom, është që ai kom të jetë ose ai individ të jetë i drejtë. E lutim Zotin për drejtësi.